Në kompaninë e distilimit Catoctin Creek fillon procesi i prodhimit. Thekra lëshon aromën e bukës së pjekur. Becky dhe Scott Harris prodhojnë whisky nga thekra. Pijet nga thekra prodhoheshin në Virginia 100 vjet përpara tarifave të para për vendet e tjera, që u vendosën nga presidenti i parë i vendit George Washington. Tashmë tarifat në drejtimin e presidentit aktual po vështirësojnë përpjekjet e kësaj kompanie për të shitur whisky thekra jashtë vendit. This makes exports a much harder lift. Kjo i bën eksportet shumë më të vështira, apo jo? Sepse kushdo që blen produktet e mia duhet të paguajë tarifën, dhe kjo është diçka që blerësit nuk do ta bëjnë, thot Becky Harris. Jo vetëm që ndikohet shpërndarja në Meksik dhe Kanada, por edhe lëndët e para, si shishet e qelqit, megjithëse janë prodhuar në Amerikë. Prodhuesit e mëdhenj zakonisht i blejnë shishet nga Meksika dhe Kina, por pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara ata kaluan te kompanitë amerikane. We may actually run out of American glass. Shishet e prodhuara në Amerikë mund të jenë të mjaftueshme edhe për 2 muajt e ardhshëm, por më pas duhet i porosisim nga importi, me një çmim më të lartë në mënyrë që të mbajmë produktin në qarkullim, thot Becky Harris. In order to keep product flowing. Planet për shtrirjen e biznesit në Meksik dhe Kanada u lanë më njanë, ndërsa pronarët kanadezë të dyqaneve po heqin nga raftet whisky në thekrës dhe pijet e tjera të prodhuara në Amerikë. Ishim në procesin e marrjes së një porosie nga Franca, dhe distributori francez na tha se jo, thjesht nuk është një kohë e mirë tani që produktet amerikane të shkojnë atje, thot Scott Harris. Presidenti Donald Trump thot se vendosja e tarifave do t'i motivojë udhëheqësit botëror të ndalin fluksin e emigrantëve të palishëm dhe drogës. But we need Mexico and Canada. Kemi nevojë që Meksika dhe Kanadaja të bëjnë shumë më tepër se sa kanë bërë, dhe ata duhet të ndalin rrjedhën e fentanilit dhe drogës drejt Shteteve të Bashkuara. Duhet ta ndalin, tha presidenti Trump. They're going to stop it. Mbështetësit e presidentit i mirëkuptojnë tarifat. But the tariffs I think are necessary. Tarifat mendoj se janë të nevojshme për të patur ndikim dhe për t'i bërë gjëra të drejta kur bëhet fjalë që ne të blejmë artikuj nga vende të tjera, vende që blejnë nga ne, thot votuesi Michael Bernanke. Other countries purchasing things from us. Çmimet e aksioneve në bursën Wall Street ranë për 2 ditë me radhë. The hope has to be that Shpresa duhet të jetë që rënja e tregut të aksioneve do të bëjë që administrata të tërhiqet nga kjo politikë tregtare, sepse lufta tregtare është vërtet një humbje për të dyja palët, thot Desmond Lachman nga Instituti Amerikan i Sipërmarrjes. it's really a lose-lose proposition. Por deri atëherë, zoti Lachman thot se cikli i tarifave dhe kundërtarifave do të vazhdojë pa u ndalë.